Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Gjatë të mërkurës në dhomat e specializuara në Hag, është mbyllur çështja gjyqësore në rastin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky proces gjyqësor ka hyrë tashmë në fazën vendimtare në dhomat e specializuara në Hag, ku në fund janë dëgjuar edhe fjalët e fundit nga përfaqësuesi i viktimave, replikat e mbrojtjes dhe në fund edhe deklarimet përmbyllëse të vetë katërshes së UÇK-s. Katërshja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi, të cilët po mbahen në Hag tash më shumë se 5 vite, kanë dhënë fjalët përmbyllëse. Ish-krerët e UÇK-s, secili me një kohë prej 20 minutash, në deklaratat e tyre u shprehën se akuzat e ngarkuara nga ZPS-ja janë të pabaza. Ish-presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në deklaratën e tij përmbyllëse, u deklarua i pafajshëm dhe u shpreh se akuzat e prokurorisë nuk qëndrojnë. Për gati 3 vite, në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju i keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shprej keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë, pa morë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Kadri Veseli në deklaratën e tij u shpreh se jo vetëm në fjalët e thëna, por edhe në provat e paraqitura para gjykatës, nuk ka asnjë provë që tregon se ka kryer ndonjë krim. Unë e di çfarë do të thosh të jesh i pambrojtur. E di çfarë do të thosh të jetosh në kërcënim të vazhdueshëm. Kjo është një përvojë që nuk ja dëshiroj askujt. Por më mësoja një të vërtetë, thelbësore, në padrejtësi. Njeriu duhet të ruaj integritetin moral dhe vlerat themelore të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar edhe në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Recep Selimi në fjalën e tij tha se shpresoi që trupi gjykues të ketë pasur kohën e mjaftueshme të kuptojë që lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Është hera e tretë, edhe shpresoj të jetë e fundit, që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Jakub Krasniqi në deklaratën përmbyllëse u shpreh se sot qëndron përpara si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinjitet njerëzor nga një popull që refuzoi të zhdukej nga politikat e krimit dhe gjenocidit serb. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminal që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinjitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Në fund të seancës u tha se trupi gjykues do të mbetet në kontakt të vazhdueshëm me palët deri në vendimin përfundimtar.
Mira shqiptar nga të gjitha trevat shqipfolce u bën bashkë në Prishtinë me thirrjen drejtësi jo politik për 4 ish-krerët e UÇK-s, por të cilët Haga ka kërkuar 180 vite burg. Protestës ju bashkua për herë të parë edhe presidenti Vjosa Osmani, presidenti Bajram Begaj dhe shumë personalitete të tjera. Protestuesit me mbishkrime të shumta kërkuan një zëri drejtësi në gjykim dhe lirimin e ish-krerëve të UÇK-s në Hagë. Të gjitha rrugët e Kosovës sot kishin një destinacion, pjesëmarrjen në marshin drejtësi jo politik, organizuar nga platforma Liria ka emër. Marshimi nisi me 2 këngë të artistëve shqiptar për të vazhduar tutje me kërkesat e mira qytetarëve nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut, që ish-krerët e UÇK-s të gjykohen drejt në Hagë. Njëri nga organizatorët e marshimit, Ismail Tasholli, u shpreh se nuk ka pas vend ku nuk është përmend emri i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shku fjala që i ka mbush syt me lot e zemrat krenari. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas as një shesh, ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me sytë tonë sa shumë e donë ky popullu që kanë, si simbol, si sakrificë, si themel i lirisë, si pjesë e identitetit tonë. Me thirrjes së brohoritjesh UÇK, Vasfije Krasniqi Godman, e mbijetuar e dhunës seksuale në Kosovë, kërkoi lirimin e ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hagë. 18 vjetori pavarësisë është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirin tonë. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u vjuan në gjak në Afrikës, që qëndron në shekuj. Ka deri që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën botës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këtu për t'i luajtur ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është selimi i lirisë dhe padrejtësia. Nasim Haradinaj nga OVL UÇK u shpreh se pavarësia këtë vit festohet e mangut. Pavarësia do çdo herë të dilet dhe të festohet, dhe ajo është një ditë e mirë kur do të festohet, por sot kjo pavarësi është e mangët. Dhe unë mendoj se kanë gjallë janë ka dalë më tepër edhe si revolt, dhe një padrejtësie që do të përbohet vazhdimisht i populli. Ne fituam pavarësinë, ne u solidarizuam me gjithë popujt që duan lirinë dhe u bashkuam si ata dhe vepruam si ata, prandaj u detyruam të nisim një luftë çlirimtare. Luftë çlirimtare e cila ishte e drejtë dhe që opinioni edhe botnor, po edhe bota demokratike, krye edhe me Amerikën, e kuptuan se kemi të drejtën dhe drejta është në anën tonë. Pas marshit drejtësi jo politik, qytetarët u shpërndan të qetë. Deponit ilegale janë bërë dukurit të shpeshta në shumë rrugë të qytetit tashmë. Gjatë kësaj jave, kamera e televizionit Syri ka regjistruar pamje të mbeturinave të shumta në hapësirën publike e njohur si ish kazerma. Kjo situatë dukshëm ka shqetësuar edhe banorët e zonës, të cilët prapa kamerës kanë kërkuar edhe ndërhyrjen e institucioneve për largimin dhe pastaj kontrollimin e kësaj hapësire nga ndotja e mbeturinave. Mbeturina të shumta kanë kapluar një hapësirë të madhe në vendin e njohur si ish kazerma ushtarake në rrugën Buja Roka. Kjo zonë është shndruar në një deponi të madhe ilegale, ku qytetarë të papërgjegjshëm hedhin lloje të ndryshme mbeturinash. Në këtë hapësirë mund të shihen mbeturina të anvisërisë, mbetje ndërtimore, plastik, materiale të ndryshme dhe mbetje të tjera, të cilat jo vetëm që krijojnë një pamje të shëmtuar, por edhe paraqesin rrezik për mjedisin dhe shëndetin. Situata bëhet edhe më shqetësuese për faktin se kjo hapësirë ndodhet në afërsi të lumenjve Erenik dhe Krena. Ekziston rreziku që mbeturinat, sidomos gjatë rreshjeve të shiut apo përmes eros, të përfundojnë në këta lumenj, duke shkaktuar ndotje të ujit dhe dëmtim të ekosistemit përreth. Pamjet që shihen në këtë zonë dëshmojnë për mungesë të kujdesit
kujdesit ndaj ambientit dhe nevojën për ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, por edhe për rritjen e vetëdijes së qytetarëve për të mos ndotur hapësirat publike. Në ditën e pavarësisë së Kosovës, veterani i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Arbin Rudi, është bërë me banesë të re, nisma e bashkëluftëtarëve të tij dhe mbështetja e vullnetmirëve të shoqatës Bereqeti bën që ky projekt të finalizohet pikërisht në një ditë feste dhe gjithë familja Rudit i gëzohet banesës së re. Urime, Nisma për mbledhjen e fondeve për blerjen e banesës për veteranin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Arbin Rudi, sot mori epitet tjetër. Veteranit Arbin Rudi, në ditën e pavarësisë së Kosovës, ju dorëzuan çelësat e banesës së re. Veterani i UÇK-s Agron Kreziu, duke falendëruar shoqatën Bereqeti dhe kryetarin e shoqatës Bereqeti, Abdurrahman Bejtullahu, u shpreh mirënjohës ndaj të gjithë atyre që ndihmuan në sigurimin e banesës për veteranin. Sot është një ditë e veçantë për gjithë popullin shqiptar. Ju uroj pavarësinë e Kosovës 18 dhjetorin. Njëherë në këtë ditë po ndajmë edhe një banesë për bashkëluftëtarin tonë Arbenin. I dëshirojmë shëndet me familje gjitha të mirat. Po ashtu dua të përshëndes edhe Hoxhën Abdurrahmani, shoqatën Bereqetit, se me të vërtet kanë bërë një punë të mrekullueshme. Dua të përshëndes gjithë miq, shokët, familjarët, bamirësat që ndihmuan në këtë banesë për Benin dhe njëherë t'ju uroj gjithëve shëndet e gjitha të mirat, po ashtu edhe komunën që nuk ka bashkangjitur një pa. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame, Valon Myrta, duke uruar pavarësinë e Kosovës, falenderoi qytetarët që kontribuan në këtë iniciativë. Më lejoni që t'i falenderoj të gjithë donatorët, komunën e Gjakovës, veteranët e UÇK-s dhe t'ju uroj nga thellësia e zemrës veteranit të UÇK-s këtë banesë shumë modeste, përmes e cilës në këtë ditë pavarësie shumë të çmueshme për krejt popullin, ne reflektojmë si mundet që besimi në Zot të konkretizohet në një angazhim qytetar. Faleminderit gjithëve. Nën kryetari i komunës së Gjakovës, Flamur Fetahaj, u shpreh se është kënaqësi që në këtë ditë të veçantë për shtetin t'i dhurohen çelësat e banesës veteranit Rudi. Fillimisht dua t'ju uroj gjithë shqiptarëve ditën e pavarësisë, një ditë të shenjtë. Është nder dhe kënaqësi për mua që në këtë ditë të shenjtë t'ju dhurojmë çelësat një luftëtari që ka dhënë shumë për vendin, edhe fal tyre ne sot gëzojmë lirinë. Ne si institucion jam në bashkëpunim dhe vazhdojmë të kemi bashkëpunim me shoqatën Bereqeti. Do të jem gjithmonë afër gjithë atyre të cilët kanë nevojë. Ndërsa veterani Rudi, i cili nga sot ka një streh të vetën bashkë me bashkëshorten dhe vajzat, falenderoi të gjithë ata që kontribuan që ai sote në vazhdimsi të gëzojë jetesë sa më të mirë. I uroj ditën e pavarësisë gjithë shqiptarëve, e falenderoj Kuvendin Komunal, shoqatën Bereqeti, veteranët e luftës, donatorët, biznesmenët edhe familjarët edhe shokët edhe miqtë. Kujtojmë se iniciativa për blerjen e banesës për ish luftëtarin e UÇK-s dhe ish pjesëtarin e TMK-s, Arbin Rudin, u mbështet nga qytetarë të shumtë. Gazmend Hoxha është zgjedhur kryetari i ri i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare Dega në Gjakov. Kjo u bë e mundur në mbledhjen e kuvendit zgjedhor të mbajtur gjatë të mërkurës. Ndërkohë kryetari Hoxha thotë se në mandatin e tij të ri ka planifikuar një varg aktivitetesh me veteranët e organizatës. Organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare ka mbajtur këshillin drejtues dhe ka zgjedhur organe të reja, ku Gazmend Hoxha është shpallur kryetari i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare në Gjakov. Programi i punës 4 vjeçare ka qenë thash voluminöz, mbas këtij plani dalin edhe detyra tjera për periudhën e ardhshme 4 vjeçare. Normalisht janë zgjedhur edhe organet siç janë kryeësia e re, andaj janë zgjedhur komisioni mbikëqyrës, komisioni statutar dhe të tjerat.
Hoxha tha se edhe pse kanë kaluar shumë vite nga lufta nacional çlirimtare, gjeneratat e reja duhet ta kujtojnë këtë luftë, si edhe dëshmorët dhe luftëtarët që kontribuan për lirinë. Historia është vazhdimsi, edhe se ne kemi për obligim edhe sidomos në gjeneratat e reja të përcjellim se vullneti edhe dëshira për liri ka qenë shekullore, edhe ka qenë një sakrificë e madhe, perpetit të mëdha, ne i dim gjithë, i mësojmë në për libra, edhe që asaj sakrifice është edhe lufta nacionale çlirimtare. Ai shtoi se edhe me kryesinë re do të vazhdohet puna dhe angazhimi në këtë organizatë. Prandaj në emër të këtij kuvendi, ne i përcjellim përshëndetjet për të vesurin dhe edhe dëshirojmë që ky bashkëpunim të cilin ne kemi pas për hir të punës tonë, punës juaj edhe të mirës së qytetit të vazhdojmë me një vullnet të jashtëzakonshëm, aq sa ju i jepën mundësitë juve si televizion, po dhe neve si organizatë e veteranëve të luftës nacionale shqiptare. Hoxha tha se lufta nacionale çlirimtare kishte për synim bashkimin kombëtar dhe se kjo frymë duhet të vazhdojë të ruhet, pasi është mision i çdo shqiptari. Kjo javë është shoqëruar edhe me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Besimtarët musliman të enjtë në 19 shkurtit filluan agjërimin që do të zgjatë 29 ditë. Kryetari i Bashkësisë Islame në Gjakov, Valon Myrta, derisa uroi besimtarët për një agjërim të mbar, kërkoi nga ata që të jenë më solidarë ndaj njëri tjetrit. Muaji i shenjtë për besimtarët musliman Ramazani fillon sonte me perëndimin e diellit. Sipas kryetarit të Bashkësisë Islame në Gjakov, Valon Myrta, sonte falen teravit e para, ndërsa nesër besimtarët nisin agjërimin. Sapo e kaluam festën e ditën e shënuar të pavarësisë dhe na u lidh tash me hyrjen e Ramazanit, kështu që të gjithë qytetarëve i ftoj të reflektojnë se si besimi të shndrohet një angazhim qytetar gjatë këtij muaji të begatë. Ramazani qysh sonte fillon me perëndimin e diellit, sonte falen teravit e para, nesër që të gjithë me emër të Zotit zgjohemi agjërueshëm. Ai tha se 29 ditë të bukura do të jenë agjëruese për të gjithë ata që praktikojnë agjërimin e Ramazanit. 29 ditë janë agjërim dhe pas kryesën mujt hënor nga njëra janë 29, nga njëra janë 30, se është muj i varur nga hëna. Kësaj radhe i bjen 29 ditë. Mas 29 ditë nga agjërim kemi Bajramin e Fitrit ose Bajramin e Madh. Kryetari Myrta dha dhe një mesazh për muajin e shenjtë të agjërimit. Ramazani është muaj në të cilin ka zbritur Kurani dhe të gjitha fjalët hynore të mëhershme. Prandaj dua të theksoj se çfarë urdhëron Kurani, e që tash në Ramazan duhet të jetë diçka edhe më me vlerë. Kurani në përmbledhjen e tij thot: Allahu urdhëron për drejtësi, urdhëron për mirësi, urdhëron për ndarje me ata që kemi në afërsi, qofshin familjar, miq apo shoqëri, dhe ndalon nga kundërvlerat e këtyre trijave. Prandaj në këto ditë të pavarësisë e prishim gjithmonë Ramazanin në shtetet e lirë të pavarur e sovran. Ai gjithashtu pohoi se të gjithë duhet të reflektojmë, të jemi më besimtar dhe më të afërt me njëri tjetrin, e gjithsesi edhe të ndihmojmë pa bërë asnjë dallim. Të gjithë studentët dhe nxënësit të cilët janë pjesë e konviktit Sadik Stavileci në Gjakov, gjatë gjithë muajit të Ramazanit, do të kenë mundësi të shfrytëzojnë shujtat ushqimore në orare tjera. Kjo pasi menaxhmenti i konviktit ka përshtatur orarin për të gjithë studentët agjërues. Konvikti Sadik Stavileci për nder të muajit të shenjtë të Ramazanit për të gjithë studentët dhe nxënësit që janë vendosur aty është duke shërbyer ushqimin sipas orarit që u përshtatet atyre që agjërojnë. Agron Kryeziu, drejtori i këtij konvikti, tha se një pjesë e madhe e banorëve janë agjërues dhe për këtë arsye do të ketë orare të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Kushtet domethënë qysh janë prej fillimit që kanë qenë mëngjesi, dreka, darka, i kanë prap njëjtë, po tash e marrim vetëm numrin se cilët agjërojnë dhe për ata bëjmë pak ma ekstra, kur është iftari, qesim ma herët për iftar, po ashtu dhe për shoferi japim
pako me ushqim, do të thotë jo si gjellna, po pak ma lehtë, për më mujtë që sa avata ta kenë një ushqim, një shujt, ta kompenzojnë, do të thotë për shtetër. Kryeziu tha se iftari shërbehet si shujt e veçantë, ndërsa për ata që nuk agjerojnë, oraret e ushqimit mbeten të njëjta. Do të thotë vetëm këtë muj që kemi zavendësu tash dreka që ishte, ju bojmë iftarin pak ma ekstra, si që ka qenë dreka, ju bojmë, do të thotë, vetëm një shujt e qesim për ata që agjerojnë. Kurse këta tjertë mujnë më shku me orare të rregullta, njëjtë, vazhdojmë me procedurat njëjta, se tash vetëm ka kalu, do të thotë një kohë është bo një rutinë dhe nëzënës të studentë dhe ata që kanë qenë ma herët, i dinë kushtet, i dinë oraret, i dinë gjitha, do të thotë shkojnë bashkëpunim me kuzhinën, me edukatorët, me gjithë stafin, për mju përshtatë për gjithë shka kanë në një kërkesë, mundohem mju kompenzu ose mju japë, mju plotësu kushtet pak ma të mira, pasi që është një mujt i shejtë. Nga konvikti u bë ditur se ekziston një listë e studentëve që agjerojnë dhe sa atyre u janë ofruar lehtësira të veçanta gjatë këtij muaji të shenjtë për besimtarët musliman. Krahas besimtarëve musliman edhe besimtarët katolik gjatë kësaj jave festuan kreshmet. Në një mesh të mbajtur në kishën katolike në Gjakov, zyrtarisht filluan lutjet e pendimit dhe përgatitjet për festën e Pashkëve, ndërkohë nga krerët fetar u kërkua dashuri dhe mirësjellje gjatë gjithë kohës sa zgjasin kreshmat. Zyrtarisht, besimtarët katolik ka nisur sot kreshmet të njohura si sezoni i pendesis dhe përgatitjes shpirtërore për festën e Pashkëve. Në Gjakov, në kishën katolike, u mbajt mesha solemne që shënon fillimin e kësaj periudhe të shenjtë, e njohur si e mërkurja për himës. Udhëheqësi i kësaj meshe Patër Ambroz Uka i theksoi rëndësinë që kjo periudhë ka për besimtarët katolik. Kreshmet fillojnë të mërkune për hime. Në këtë ditë gjatë meshës, apo pas meshe, meshtari në lëshën hi në kohë, apo në krye. Duke në thënë fjalët, mendo o njeri se pluhur je dhe pluhur ke për të bërë. Ose thehu dhe besoj në gjithë. Qka do të thotë këtë gjestë? I përvojtrimi tonë si shpreje publike e pendesës sot. Një gjest i tillë ishte i pranishëm edhe në të kaluarën. Ne Bibël lexojmë për popull që qytetet e tëra, të cilat në shenjë pendese flenin ose mbuloheshin me hi. Kreshmet zgjasin 40 ditë apo 7 javë dhe përfaqësojnë një udhëtim shpirtëror drejt ripërthirjes së festë, duke i përgatitur besimtarët për mesazhin e ringjalljes dhe gëzimet që sjell festa e Pashkëve. Gjatë fundit të meshës, besimtarët morën në ballë shenjën e kryqit me hi, një simbol i lashtë që kujton për kohshmërinë e jetës dhe thirrjen për kthim të sinqertë te Zoti. Ky ritëm shpreh për ulësinë e njeriut dhe nevojën për pastrim shpirtëror, përmes sakrificës, faljes dhe veprave të mira. Recepcioni multifunksional në Spitalin Nisar Grezda në Gjakov së fundi është shndruar në një hapësirë të re funksionale. Drejtori i Spitalit Hilmi Shala thotë se ky projekt është mirëpritur shumë edhe nga të tjerët, pasi përmes tij janë përmirësuar dukshëm shërbimet shëndetësore. Sot në recepcionin e Spitalit të Përgjithshëm Nisar Grezda në Gjakov u demonstrua aktivitetin në kuadër të recepcionit multifunksional. Hilmi Shala, drejtor ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm Nisar Grezda, para të pranishmëve foli për rëndësinë e këtij aktiviteti dhe funksionalizimin e hapësirës së re në shërbim të pacientëve. Është një kënaqësi e madhe t'ju mirëpresim sot në spitalin tonë, konkretisht në recepcionin që tash së fundi është hapur dhe shërben për gjithë pacientët, familjet e tyre dhe gjithë qytetarët.
Fjalë përshëndetje mbajti edhe Merita Savileci Mustafa, zyrtare e lartë e programit në ambasadën e Zvicrës në Kosovë, e cila theksoi mbështetjen për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore. Kjo hapësirë e re pasqyron një mënyrë të re të menduarit në shëndetësi, edhe kjo është një mënyrë që vendos njeriu në qendër të shërbimit shëndetësor. Zvicra e mbështet sektorin e shëndetësisë për një kohë të gjatë, është partnere afatgjatë e institucioneve shëndetësore me qëllim fuqizimin e sistemit shëndetësor, me fokus të veçantë në qasjen në shërbime shëndetësore për të gjithë popullatën, po ashtu edhe në cilësinë e këtyre shërbimeve. Ndërkaq Linda Baleta, eksperte për avokim dhe komunikim në projektin IHS, bëri të ditur se përmes këtij aktiviteti pacientët do të informohen më detajisht për funksionin e recepcionit multifunksional dhe shërbimet që ofrohen aty. Fokusi është tek pacientët me sëmundje kronike jo ngjitse, sepse ky është edhe fokusi i projektit IHS, i cili financohet nga qeveria e Zvicrës dhe në bashkëpunim me Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës, që në të njëjtën kohë është edhe antar i rrjetit ndërkombëtar të spitaleve promovuese të shëndetit. Ky recepcion është hapi i parë që trajtimi për pacientët dhe parandalimi i sëmundjeve të mos mbes vetëm në dhomat ku shtrohen pacientët, por edhe në këtë hapësirë pritëse. Gjatë aktivitetit, pacientët u informuan nga afër për këndet e vendosura në recepcionin multifunksional në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza, të cilat synojnë lehtësimin e qasjes në informata dhe shërbime. Në Gjakovë janë duke u bërë përgatitjet e fundit për themelimin e klubit të futsallit Vllaznimi. Gembi Kaçi thotë se përmes kësaj nisme po synojnë fuqizimin dhe zhvillimin e sportit të futsallit. Ka filluar iniciativa për themelimin zyrtar të klubit të futsallit Vllaznimi në Gjakovë. Sipas Gembi Kaçit, i cili është njëri nga iniciatorët, qëllimi i kësaj nisme është fuqizimi dhe zhvillimi i sportit të futsallit në qytetin tonë. Vendimin e kemi marrë të u parasysh se nuk ka pas asnjëherë klub futsallit tamam zyrtarisht, domethënë në emrin e Vllaznimit. Edhe kemi mundu mi hap klubin sa më shumë të ri, për shembull më ardha të tjera, dikur që nuk mundet për shembull në ekipin e parë me kalu Vllaznimit, më ardh këtu. Ai thotë se Gjakova ka të rinj të shumë që e duan futsallin dhe se së bashku me iniciatorët e tjerë janë në kontakt edhe me donator për ta mbështetur këtë projekt. Në postimin e kemi qitë, edhe i kemi ofruar sponsor. Tash të bisedime jemi, ta shohim ç'është. Ideja është për mirë, po gjithmonë Gjakova ka pas. Po parasysh se tash është me shumë mas, edhe kemi pa parasysh me hap çështë klubin edhe besoj që është shumë e nevojshme. Ata presin që klubi i futsallit Vllaznimi të jetë i suksesshëm dhe të kontribuojë vazhdimisht në zhvillimin e sportit në komunën e Gjakovës. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakovë, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.